Përshëndetje vajza dhe mia, ju uroj një mbrëmje të bukur në netarua dhe një javë sa më të mbarë të vazhdojmë me një parashikim ditën e sotme. Ju që s'më keni subscribe, bëni një subscribe atje në kambana që është duke treguar që të vinë lajmet ose videot apo live-et që ne bëjmë, të jemi vazhdimisht bashkë me njëra tjetrën. Ju uroj që ju kudo që jeni të keni një hënë të re sa më të mbarë dhe besoj se do keni një hënë sa më të mbarë. Por me këtë parashikim që kemi ditën e sotme do shikojmë çfarë kërkojnë ëngjëjt të na tregojnë në lidhje me personin që ne duam, por dhe me veten tonë. Aktualisht unë kam 2 pako letra, kemi 2 pako letra, të shikojmë ëngjëjt çfarë do na thonë me këto 2 pako letra. Dhe dua të di se sa aftësi do kemi në lidhje me dashurinë apo dhe çfarë përgjigje do na japin letrat ditën e sotme. Vazhdojmë vajza që mos u mbasim kohë. Ju që s'më keni subscribe, më bëni subscribe. Parashikimi është i përgjithshëm, okay? Është i përgjithshëm dhe të shohim se çfarë do na thonë letrat në fillim. Okej. Kemi 8-ën e vjeshtës, se këto letra quhen të letrat e vjeshta e stinëve. E gjeta në shqip. Letrat e stinëve. Dhe kemi 8-ën e vjeshtës, që na mëson që ne mundemi të na mëson më saktë që gjithçka që ne kemi përpara duhet ta bëjmë dhe të mundohemi, nëse nuk kemi mundësinë 100% të mundohemi ta bëjmë. Por koha është duke rifilluar disa gjëra të reja, ose jeni duke studiuar disa gjëra të reja në jetën tuaj, dhe jeni duke marrë trajnime në shkolla ose në punë, apo mund të jesh duke ndryshuar dhe veten tënde me jetën tënde. Por shikoj që ke disa aftësi dhe këto aftësi ti je duke i kërkuar momentalisht. Me 8-ën shikoj këtu që mund të përfshijë marrjen e një mbledhjeje ose një seminari apo avancimin e zhvillimit tuaj profesional. Kjo letër tregon që kemi një kthim mbrapa të një personi që ne kemi kthyer më saktë kokën mbrapa tek personi që ne duam. Dhe ne shikojmë që pavarësisht se ne kemi një mungesë të atij personi, jemi fokusuar tek puna, tek karriera apo tek të ardhurat tona këto muaj të fundit. Shikoj që ai person e ka një energji dhe ka vendosur që të ketë diçka të re në jetë, por shikoj që ti e vlerëson shumë atë person dhe je duke u përfshirë dhe vetë me atë energjinë e atij. Me sa shikoj këtu ligji të rreqjes së dashurisë, po të tërheq drejt atij personi dhe ti je në formën më të bukur dhe më të begat këto kohë të fundit. Shikoj që këto kohë do kemi dhe një përparim bollëku, një përparim të anës materiale, se shikojmë që këtu kemi një zanë të vogël, një zanë që na tregon dhe na mëson nga gjyshja e saj që duhet të jemi të kujdesshëm tani tutje. Është një kujdesje, sepse kjo e ka mentor gjyshen, mbasi gjyshja jote mund të ketë larguar nga kjo botë dhe të jep sa më shumë energji, ose mund të t'jap këshilla, nëse ajo është e gjallë, mund të t'jap këshilla, mund të jetë idhulli jot, mund të jetë keni parasysh personi që të jep më shumë këshilla të vlefshme për jetën. Është mësuesi juaj me pak fjalë. Por kjo letër më tregon që ti aktualisht ke një mjeshtre shumë të mirë në jetën tënde, që po t'i jep që s'ka të paguar, këshilla që s'kan të paguar, duke patur cilësi të tilla dhe je duke u përpjekur vazhdimisht në jetën tënde si të veprosh me veten, me jetën, duke bërë kërkime të vazhdueshme. Tani je duke bërë kërkimet si të eci përpara, si të vazhdoj një seminar, apo të vazhdoj një biznes nga shtëpia, apo të vazhdoj një biznes ose të shtoj biznesin, ose mund të marr një punë që mund të t'jap një lloj edukimi apo je futur në për disa rrugë ose mendime që kërkon të kthesh pas ndër vite, në vitet e fëmijërisë apo në vitet e adoleshencës apo në vitet e para të jetës tënde
për të pasur të njëjtat projekte me jetën tënde, por me sa shikoj teta e vjeshtës më tregon që ti duhet të gjesh forcën. Duhet të gjesh forcën dhe këtë forcë shikoj që është një rregull i artë. Ke delen, ke luanin, ke shkëndijat e arta. Shikoj që këtë moment ne duam këtë trajnim me veten tonë, por duhet të tregosh mirësi, duhet të tregosh qetësi, duhet të gjesh forcën, duhet të kesh respekt ndaj atyre që të rrethojnë, duhet të japësh një shtyllë force vetes tënde. Unë e di që ti e ke guximin, pavarësisht se ke kaluar gjithë këto errësirat nga mbrapa, i ke kaluar aktualisht, je në bindjet e tua, e ke gjetur guximin dhe kalon çdo sfidë të madhe apo të vogël qoftë. Brenda vetes tënde je në dy faza. Në fazën e parë ja i ëngjëlli, ajo është qera në dorën e zonjës dhe më jep atë energjinë që e çdo gjë në jetën tënde është e qetë, është e paqë, është nga ana tjetër, shikoj që je një shpirt i ndjeshëm i kujdesshëm, por të duhet forca e luanit. Por me sa ndonjëherë të duket sikur je dobët, jo, nuk je dobët, mos ki frikë as nga vetja, as nga personat që të rrethojnë dhe as nga personi që ti ke në mendjen tënde. Pse? Sepse shikoj që ndjeshmëria jote këtë moment, ndërkohë që qëndron në mbrojtje të vetes tënde, ti duhet i thuash jo çdo kujt të ecësh përpara. Zana të qëndron bashkë me luanin dhe me qëngjin, duke simbolizuar forcën brenda butësisë së tënde. Imagjino, i ke të dyja, dhe butësinë si femër, si një person, por dhe që je e fortë, se luani atë tregon forcën. Duke falur veten, sepse ke bërë dhe ti gabimet e tua në jetë, ose ti ke gjetur fuqinë e mirësisë, ke gjetur kapërcimin e sfidës, ke gjetur vullnetin tënd dhe shikoj që tani e tutje do kesh durim me ata persona që të rrethojnë, me ata persona që të kanë bezdisur, duke u bazuar në veten tënde, në hijen tënde të fortë. Dhe hija dhe forca e brendshme tënde më tregojnë që ka një forcë për të kaluar këtë sfidë që ke. Disa nga ju në ditët në vazhdim dhe në muajin nëntor do kenë disa sfida shumë të forta që unë uroj që kjo fuqia e mirësisë që ke ti ta falësh atë person që ty të ka lënduar. Është koha për të përqafuar mrekullinë me sa shikoj këtu. Është koha që të përqafoni veten tuaj dhe mrekullitë tuaja. Erdhi princesha e pranverës. Princesha e pranverës na tregon që unë jam optimiste, jam entuziaste, kam plot energji dhe normal ti jesh në një pranverë kaq të bukur me trëndafila, me flutura, me pemët që të çelin nga të gjitha anët. Normal që ke dhe energjinë, ke dhe kreativitetin. Është koha për të plotësuar ëndrat e tua. Dua të shikosh brenda vetes tënde dhe rreth çfarë të rrethon ty nga horizonti. Lëret kreativitetin tënd të vazhdoj dhe lëri gjërat të fluturojnë. Është vërtet emocionuese të njohësh veten tënde, të njohësh pranverën. Është një përvojë që të gjithë e duan, por shikoj që her pas here ju nuk e dëshironi të shikoni vërtet përpjekjet që keni bërë në jetën tuaj. Jeni duke krijuar me mendjen tuaj disa gjëra, por shikoj që je duke eksperimentuar këtë kohë, mbase në pikturë, mbase në këndim, në vallëzim, në aktrim, dhe kjo letër më tregon që ti ke dëshirë të provosh pak nga të gjitha. Optimizmi jot këtë moment e kalon çdo kufi, por shikoj që je gjysmë e mbushur. Princesha jon, princesha e pranverës, është entuziaste, jashtëzakonisht krijuese, por kjo ka një boshllëk në zemër, një boshllëk shumë të fortë. Dhe ky boshllëku nuk është se ka ardhur sot në jetën e saj, por ka që në fëmijërinë e saj. Dhe kjo do të thotë që kjo buzëqesh nga e keqja. Kjo buzëqesh nuk ka të vullnetin e dur për të buzëqeshur. Dhe kjo është e etur për të larguar nga njerëzit negativ që nuk ja japin atë lumturin. Kjo është e etur për të gjetur fatin e saj, për të gjetur atë ekip që ta bëjë të lumtur. Me sa shikoj këtu, ju duhet të mbani mend disa gjëra nga jeta tuaj, sepse vetëm ju e keni këtë energji. Vetëm ju mund ta bëni këtë gjë të përfundoj, sepse zana është një zanë e pranverës, është një zanë që sado që kjo është një zanë që lëviz, rritet,
Por, aktualisht, zonja këtu në fjalë ka pemën e murrizit, dhe pema e murrizit murrizi është një terapi për shumë persona, është një bimë medicinale, unë do t'ua thosha ta pinit edhe në çaj, është një këshill e imja kjo, sepse murrizi ka gjëra që nuk i gjen asnjë ilaçe që mund t'i përdorni. Ta pini sa më shumë çaj sa më shumë, dhe e mira është ta pini me qarova tani. Gjithsesi, vazhdoj, kur të më kujtoj do t'ua tregoj, por pjeni me çajin dhe mund t'i shtosh shumë pak çaj mali. E gjeta, çajin e malit. Muriz me çaj mali, lulet e tyre dhe pjeni, dhe do më kujtoni se sa i bukur, sa ndryshime do keni në trupin tuaj. Gjithsesi, unë shikoj që ti je kujdesur për këtë moment dhe je e armatosur për të mos lënë njerit të prishin atë gëzueshmërinë, lozonjarinë, dhe je shumë e gatshme për të bërë përpara. Me sa shikoj këtu, kjo vajzë na tregon një zgjerim horizonti, një zgjerim të jetës së saj, e shikoj që kjo këtë moment duke marrë qasje me tokën, me ajrin, me ujin, sepse ka dhe ujin këtu, me ujin, me pemët, vetëm zjarri mungon. Por me sa shikoj, kjo është kreative, është koha për të ndjekur ëndrat, është koha për të bërë diçka, sepse vërtet ky personi i zemrës, do me thënë, e ka lënë në horizontin e saj, në jetën e saj, dhe nuk e ka gjetur atë derën t'i trokasë, por tani unë të them që lëre atë të ikë, nëse nuk është për ty, nuk është për ty, lëre atë person të ikë dhe vazhdo, fluturo, transformo jetën tënde. Pse? Sepse duhet të zgjohesh. Letra e zgjimit. Shikojmë që këtu duhet të gjesh të gjesh një ndryshim, me sa shikoj këtu keni infinitin ose karmën për disa, shikoj që është një kohë për të ndryshuar, ke kaluar disa sfida dhe këto sfidat në jetën tënde janë të ndryshme, por të kanë ndihmuar për të gjetur një marrëveshje tani e tutje. Duhet t'i japësh fund një situate apo një marrëdhënie që e duke pritur, duhet t'i japësh fund një marrëveshje që nuk sjell të ardhurat mira në jetën tënde, por ose një situate që sapo e thash me personin e zemrës. Jepi drejtim jetës tënde, sepse Zoti i zanave po të jep një ndryshim në jetën tënde, po të jep një shenjë për të ndihmuar ty për të perceptuar dritën dhe të shikosh që gjithashtu shfaqet diçka e bukur në jetën tënde, shfaqet diçka e mrekullueshme në rrugën tënde. Thjesht ty të kanë etiketuar sikur je pa zakont. Forca dhe potenciali juaj është i jashtëzakonshëm. Unë e di shumë mirë, ju kam vazhdimisht në për live, në për komentet e tuaja, u gjej aty, gjejve çfarë buron nga shpirti juaj. Ju jeni vetvetja, jeni diçka e rrallë, unike, dhe Zana në këtë letër na tregon me kokë poshtë që është duke i dhënë shumë energji atij personi. Është diçka që nuk është e re për ju, është diçka që ai duhet të reflektojë më shumë në lidhje me marrëdhënie që keni gjetur me njëri tjetrin, por shikoj që simboli i këtu, ky simbol më tregon që është një simbol tradicional, është yin yang, qëndron në këmbët e këtij personi dhe ai na kërkon të gjej ekuilibrin, të gjej rrugën dhe jetën e tij. Do me thënë, ky person në jetën tuaj ka humbur rrugën, nuk po e gjen dot rrugën e tij. Dhe me sa shikojmë këtu, shikojmë që se s'dua që të humbas këtë pamje kaq të bukur. Falenderoj një vajzë që më ka dërguar sot mbi 7-8 pako letrash, shumicën e tyre unë i kam, por ajo ka bërë një gest shumë të mirë që na dërgoi letra të reja. Dhe letrat janë të saj aktualisht, që ne po lexojmë ditën e sotme. Ja, letrat e saj, dhe unë e falenderoj shumë nga zemra atë vajzë, i kam gjetur te dera, sepse nuk isha një moment në shtëpi, isha në një vend tjetër, dhe i kam gjetur në shtëpi, shumë jam gëzuar, sinqerisht. E të falenderoj shumë, Labe, unë e di kush je, sepse e di normal në Pakua, por është nga Labria, nuk është Labia Vlor, jo, është nga Labria, dhe unë do t'i thosha që mos u shqetësoni më, sepse shqetësimet janë të panevojshme. Thjesht na duhet
terapi shpirtërore. Dhe vazhdoj me parashikimin e letrave. Do të thosha që kemi ndryshime, thjesht duhet të marrim frymë për suksesin, se ndonjëherë stresin e na ka mbytur. Kjo nuk po ndodh rrallë në jetën tuaj, po ndodh vazhdimisht. Shikoj që keni nevojë për një trajtim emocional, duhet ta edukosh veten, të eksplorosh dhe të reduktosh ankthin, sepse ditët në vazhdim do keni shumë ankth, ditët në vazhdim do keni shumë të papritura dhe duhet të bësh një masazh dhe të trajnosh veten tënde një ditë në spa, nëse keni spa në gjikundi afër, apo dush vaskë me ujë me kripë, me vajra esencial, u kanë thënë me lëngdafine, me rozmarin, t'i zjeni trëndafila, sepse keni nevojë për të bërë diçka të re në jetën tuaj dhe për të larguar edhe të ëndrrën e keqe. Këtu unë do të thosha që ne në jetën tonë kemi një ëngjëll, ai rizgjuar për të gjitha shenjat, për të 12 shenjat, okay? Sepse letra është numri 12 këtu lart. Zemra ime këtu ti, dalet u shtyj nëna pak më lart. Okay, ne kemi numrin 12 muajt e vitit, shikojmë që kemi ëngjëj shumë të bukur rreth vetes, këta përfaqësojnë paqen, pëllumbat përfaqësojnë paqen në jetën tonë, përfaqësojnë fokusin dhe largojnë frikën. Shikojmë që disa gjëra në jetë ne na trombin nëpërmjet YouTube-it, TikTok-ut, Instagramit, lajmeve. Frika është e pa bazë, frikat nuk janë të vërteta, thjesht dëgjoni dhe kënaquni me ato që do dëgjoni. Duke marrë përsipër problemet e botës, ju i ngarkoni dhe fokusoni me veten tuaj. Pse? Sepse ata bëjnë skenare, ata bëjnë njerëz me faj që në të vërtet janë ata fajtor. Do me thënë, personi që ju mund të keni në jetën tuaj është fajtori kësaj gjëje. Por, me sa shikojmë këtu, shikojmë që ti e duke pritur për një kohë të gjatë personi dhe kjo vjen nga shqetësimi që ti ke në të kaluarën tënde. Ky është një nivel i panevojshëm, por këto plane më tregojnë që tani ti duhet të punosh me veten tënde dhe ti përpunosh, sepse frika tënde është në një pozicion që të ka marrë shumë kohë. E mira është të ecësh me hënën, sepse aty kemi hënën e plot që u kanë sjell disa shqetësime këto kohët e fundit dhe je duke i përjetuar mbrëmjeve të vona të natës, por mos harroni sepse këtu keni pullumba, shikojeni pullumbat ku i keni. Ke një pullumb, 2 pullumba, janë ulur na tregojnë paqen, na tregojnë edhe një kemi në dritarja. Shiko si je ulur, je duke ulur dhe duke u lutur në Zot që o Zot, më jep diçka që të qetësoj mendjen, më jep një fuqi të qetësoj shpirtin, më jep diçka, por unë do të thosha që po, është diçka që ti do ta ndjesh, thjesht kur e ndjen këtë gjë, merrni frymthell dhe qetësoj mendjen tënde, mendos suksesin, sepse kjo vjen nga stresi që ti ke të ngarkuar. Lëre, mos e ndërto stresin dhe ankthin mbi gjërat që ke në jetën tënde, mbi emocionet, mbi fizikun tënd, sepse thjesht ti po i bën dëm vetes tënde dhe po i bën dëm edhe eksplorimeve që ti ke brenda shpirtit tënd. Unë të them vetëm edukoj veten, sepse ke shumë gjëra të bukura në të ardhmen. Kemi 6-ën e Winter, 6-ën e dimrit, është dimri këtu. Disa nga ju e ndjejnë veten të bllokuar, më vjen shumë keq që ndjeni veten kështu. Është që po të vjen nga ndryshimet pozitive, por je në rrugë sipër. Të gjitha gjërat që kanë ngecur deri më sot kanë filluar të marrin rrugë, kanë filluar të jenë pozitive, pavarësisht se koha sot është shumë sfiduese. Disa duhet të përgatiten sepse presin ditë të lumtura, pavarësisht se do udhëtojnë, apo do marrin një udhëtim, apo do marrin një lajm dhe do detyrohen të marrin një udhëtim, mund të jetë ajror udhëtimi, mund të jetë me det, nuk e di, por me këto dy gjëra e shikoj për momentin. Ti do t'i lësh problemet larg, këto probleme planifikojeni në rrugë
domethënë në udhëtimet për të ardhmen, lejoj që zhgënjimi jot këtë moment dhe shqetësimet ose vështirësitë e kaluara të zhduken dhe përqafo diçka të re në jetë. Udhëtimi veçanërisht mbi ujë mund të jetë diçka në të ardhmen, ose një udhëtim juaj mund të jetë metaforik ose fizik dhe mundësitë për të lëvizur ose për të zhvendosur që shikojnë një mënyrë të favorshme në jetën tuaj. Ky person i jetës tuaj është duke lundruar me varg drejt jush, por është në distancë. Tani ky person tregon që unë jam akull këtë moment, por ende kam fuqinë për të notuar. Ka diçka që ngroh këtë të ardhme dhe më tregon që ky e mban fort atë energjinë, por kuptimet e jetës vazhdojnë duke u përballur me problemet tuaja në të ardhmen. Do kesh një lehtësim të problemeve sepse do marrësh një lajm që do ta ndjesh veten të bllokuar, do ta ndjesh veten thua, do thash çfarë po bëhet? Nga erdhën, por mos u shqetëso sepse nuk është nevoja të shqetësohet. Thjesht është zgjedhja e një mund të bësh një zgjedhje, mund të lëvizësh nga një qytet në qytetin tjetër. Do kesh ndryshime pozitive dhe janë në rrugën e dur. Shikoj një lehtësim të papritur dhe ti do ta mirëpresësh do apo s'do, sepse kohët janë shumë të këqija, mbajini mend këtë llaf, do kemi shumë gjëra këtë verë dhe të duhet ky udhëtim apo kjo zhvendosje nga aty ku je. Mbajini mend këtë gjë. Mbajini mend këtë gjë që po thënë në Noitarua, sepse janë lajme të papritura për shumicën nga ne. Dhe vazhdojmë me treshin e vjeshtës. Ju shikoj pak të egërsuar, pavarësisht se keni shumë talente në këtë letër, shikoj që ke aftësi dhe aftësitë tua janë duke u shprehur në mënyra të ndryshme, por ti kënaqesh me ato dhuratat e tua që të japin, me ato gjërat e tua që merr, por duhet të rritesh personalisht dhe të mos besosh në personat që nuk duhet të besosh. Me sa shikoj këtu, shikoj që je shumë universi më saktë të tregon që s'duhet të mërzitesh këtë kohë, duhet të presësh diçka të re në jetë, pavarësisht se ti je duke punuar me njerëz të ndryshëm dhe mendja jote është e X personi, por ai person që ti ke, ai pasion që ti ke, për momentin nuk e shikon zemrën tënde që ti e thërret, por e ka mendjen te karriera, te personaliteti, kërkon të shkëlqej, kërkon të ndryshoj, kërkon të ndezë një fener në jetën e tij, një llambë si i themi në shqip. Dhe ajo tregon një profesionalizëm nga ana juaj. Tani, unë do të thosha që duhet të ndiqni pasionin, ëndrat dhe të kënaqesh me bashkëpunimet e tua. Jetë duke tërhequr atë që ti do, që të sjell gëzim, të sjell zambak, të sjell trëndafila. Shikoj që ti tani të kërkon të shpërblesh dhe kjo do vi një moment që gjithë kjo mërzi që ti ke pasur do përfundoj. Me sa shikoj që duhet të kompensoni disa gjëra dhe të arrini me mjeshtëri atë që ju doni dhe atë në punën tuaj, sepse shikoj që je duke punuar dhe me të tjerë, por ndiq pasionin tënd dhe gjej një person mentor apo ku ta di unë dhe fol me të për punët dhe për problemet e tua, sepse stresi jot është shumë herë më i lartë. Në këtë letër shikoj që duhet të bëhesh gati dhe të kompensosh talentet e tua krijuese. Sepse me këtë letër tregon që ke punuar shumë me të tjerët dhe nuk e marr atë gjë që ti kërkon. Letra e egos. Ego. Je shumë egoiste dhe këtu më falni që po them, ky egoizëm po të prish lumturinë, sepse ke mendjen te mashkulli jot dhe ky ka shumë iluzione këto kohët e fundit. Por lumturia mund të jetë e pakapshme mbase në mendjen tuaj dhe nuk je e qartë për të pasur një prioritet në jetën tënde. Duhet të motivosh sjelljet e tua, duhet të korrësh ose të marrësh kohën tënde dhe të reflektosh dhe të japësh vetes tënde një mundësi të përfitosh nga gjërat personale, sepse je duke i praktikuar disa gjëra, je duke flijuar veten tënde për atë mashkull. Por shiko të vërtetën kush je. E para, e dyta, lëre fajin dhe frikën.
fajin e ka ai person. Thjesht ti je një egoiste që e kërkon, ose një egoist që e kërkon të marrësh fajin e të tjerëve. Kërkon të marrësh frikën me vete dhe ta mbash në dora si motër e vlla, se frika dhe jeta janë motër e vlla, janë të dy. Po them dhe diçka tjetër. Kisha një parashikim ditën e sotme dhe i them frika dhe jeta dhe besimi, do me thënë frika, jeta, besimi, falja, të gjitha këto janë jeta, ankthi, depresioni, janë të gjitha jeta dhe jeta je ti i mban të gjitha këto. Dhe po më shikonte çuditshëm, më tha, o nënataro, po si ka mundësi që unë i kam të gjitha? Po pra, i ke të gjitha, sepse ti nuk i lëshon këta vëllezër dhe motra të rriten, ti ikin diku tjetër. Do me thënë që edhe ju duhet i lëshoni këta njerëz këto dhimbje tuaja, ti ikin, mbase kush e di dikush tjetër mund t'i kapin atë dora edhe ti mbaj. Por duhet ju keni dhëmsuri për të tjerët. Këtë dhëmsuri që ke për këtë X personin duhet ta kthesh nga vetja dhe ti mos sepse ky çfarë kërkon? Ky kërkon të futë në një vet imponim ose kurth. Kupton? Ose kurth, në një kurth vet imponim, jepi vetes tënde leje dhe i veti, do me thënë, të çlirosh çdo konfuzion që ke na vetjetë, sepse njeriu çfarë është? Një substancë e vogël që ty të sjell dëm. Do me thënë, njerëzit që ke përreth mund të kenë një substancë të vogël dhe ty të shkatroj gjithë energjinë tënde, por ti duhet ta çlirosh veten tënde, të mos jesh në kurth dhe të jesh i vet imponuar. Gjithsesi, shikoj që ke shumë miq rreth e rrotull vetes tënde. Këta miq janë duke të qëndruar pranë, duke ke afër zjarrit, me sa shikoj që je duke kryer një, si i thonë në shqip, ritual apo diçka të tillë, por të gjitha këto gjërat që ti bën për personin tënd janë thjesht egoizmi jot. Ti duhet të presësh diçka të re. Me sa shikoj këtu në këtë letër, shikoj që shkaku është që ti duhet të shikosh çdo lloj simptome që ke brenda vetes tënde dhe t'ja japësh jetës, ose futi në një valiçe dhe merr atë valiçen edhe flake. Pse? Sepse duke u kapur nga frika dhe shqetësimi, ti si thonë në shqip, e varur nga iluzionet e të qenit e bllokuar, duke u kushtuar më shumë rëndësi materialeve, sendeve tuaja. Por më sa shikoj këtu, shikojmë që mbretëresha e verës, sepse kështu quhet, shikoj sa e bukur që jeni. Mbretëresha e verës është shumë e bukur, shumë e qetë, shumë e lumtur. Ti je pranë saj, okay, sepse ne jemi pranë saj dhe jemi në atë momentin që kemi diellin, sepse janë lulet e diellit, kemi zogjt, kemi ëngjëjt, kemi qirinjt e ndezur dhe ëngjëjt që po valëzojnë me ne. Çfarë po mendon mbretëresha këtë moment? Mbretëresha e di se çfarë, unë e di se çfarë po mendon kjo. Thjesht kjo është shumë intuitive. Është që ta kupton shpirtin ku të dhëmb. Pavarësisht se ti mundohesh të ndihmosh të tjerët, por ti je i qartë. Je i qartë dhe nuk duhet të shqetësohesh nga asnjë gjë. Më dëgjoni me kujdes. Jeta, mbretëresha, ka një dashuri të thellë për fëmijët e saj, për familjen e saj, për miqtë e saj, dhe ajo është aty për çfarëdo lloj problemi. Okej? Pse e them këtë gjë? Sepse këtë mund ta sjellë vetëm shenja e ujit, që është gaforja, akrepi dhe peshku, po më shumë gaforja. Jeni femra zemër gjera, bamirëse, jeni femra që jepni shumë, jepni pa arsye, pavarësisht se mbretëresha e verës këtë moment tregon që unë jam e lodhur nga jeta, jam e raskapitur, por kjo duhet të bëj kujdes tani e tutje, do me thënë ju. Okej, do me thënë ju. Çdo lloj shenje që mund të jeni, se të gjithë kalojmë në 12-ecën e horoskopit, duam apo s'duam kalojmë në qershon e binjaku, në gaforja, tek luani dhe me radhë. Të gjithë kalojmë aty, por me sa shikoj kjo femër na kërkon të jemi të barabartë, na kërkon të jemi të kujdesshëm dhe gjithmonë të jemi pavarësisht se kjo ka përjetuar dhe humbje, mund të ketë përjetuar një, më falni,
mund të ketë humbur një biznes, mund të ketë humbur një punë, mund të ketë humbur një person familjar, kupton? Sepse kjo është e dallueshme që kjo ka vojtur shumë dhe e ka bërë më të fortë. Dhe tani çfarë bën kjo? Kjo qëndron këtu në një fushë me lule dielli. Imagjinoni veten tuaj. Imagjinoni veten tuaj si kur jeni në një vend me lule dielli, në një fushë me lule dielli, në një fushë që të shikon syri vetëm të kafe, do me thënë ato farat e lule diellit që është ajo e mesit dhe lulen e diellit me fletë të verdha. Dhe imagjinoni veten tuaj që keni gjithë ngjit e botës dhe po mbrojnë vetëm ju. Sepse ju keni nevojë për mbrojtje, keni nevojë për ndihmë, keni nevojë të ndjeni të sigurt dhe keni nevojë për një mësues shpirtëror. Çdo parashikim që neve bëjmë, këtu japim edhe, ju e dini shumë mirë që japim edhe këshilla, dhe këto këshilla janë me nëntën e verës. Shikoni këtu sa bukur, je duke ndënjur në një vend dhe të ka ardhur një mrekulli, do të thosha. Është një moment magjik në jetën tënde që ti je duke u tërhequr nga letra e dëshirës, nga fati jot, dhe çdo gjë që ti prek po e bën realitet. Lëre zemrën të mbushet, lëre zemrën të mos ketë më frikë, të jetë sa më shumë fëminore. Imagjinoje atë që ti do dhe mos bëj asnjë gjë që s'është në dëshirën tënde. Ju mund të dëshironi të shkruani atë çfarë ju doni, sipas imagjinatës tuaj, dhe shkruani në një letër të bardhë që shkëlqen ajo e bardha dhe vendose letrën në një vend të veçantë, të njohur që vetëm ti e di atë letër, dhe lëshoni një si përmbushje të dëshirës për universin. Çfarë ke ti dëshirë këto kohët e fundit? Lëre veten të jetë lozonjare atë moment, lëre veten të jetë të kërkoj thjeshtësinë brenda vetes tënde, lëre kohën të kaloj, lëri çdo gjë, pse? Sepse po rrethohesh me gjëra të bukura, je një vajzë e re ose një djalë i ri dhe ëndrat po të realizohen. Pse? Sepse në këtë letër shikojmë që morën fund shqetësimet, morën fund ato dhimbjet, por me sa shikoj kjo është një letër që të përmbush çfarë do lloj ëndre. Je duke patur bollëk në jetën tënde, prosperitet në jetën tënde dhe një fat të mirë. Gëzo dëshirën tënde dhe bëje realitet. Pse? Sepse këtu shikojmë që ëndrat janë duke u realizuar në një kohë shumë të shpejtë, në një kohë magjike. Nuk e di se çfarë jeni duke kërkuar, por me sa shikojmë në këto letrat e zonjës Vlonjate apo Labe, më falni. Labe, jo Vlonjate, Labe, se është Labe që na dërgoi sonte. Shumë parashikimi bukur, nuk e di për ju si do ta gjeni veten, por këto letra janë të mrekullueshme. Janë të mrekullueshme. Vazhdojmë me letrat e tjera, të shikojmë ëngjëjt çfarë kërkojnë nga ne. Çfarë kërkojnë ëngjëjt nga ne? Mesazhe ting tung mesazhet e nënës. Ting tung mesazhet e nënës. Vazhdojmë me parashikimin. Shikoj që ëngjëjt të moment je duke menduar momentet që ke qenë me atë djalin, romancën tuaj, por shikoj që në jetën tënde ke një spion që është ai person, është një person që kërkon të ndaj lojën e tij. Më falni, letra është letra e lojtarit. Për të marrë romancën ky mashkull e bën shpirtin tuaj të brendshëm të ndihet e lumtur, të shkëlqej në argëtimin që ai do. Dhe ti kapesh, si thon, në grack. Ëngjëjt e romancës janë rreth e rrotull ty dhe u vjen keq për ty që ti bie në duart e argëtimit e atij personi. Por këtu shikoj që ti duhet të kënaqesh tani e tutje, dhe të shikosh mrekullit
e dashurisë së vërtet. Ëngjëjt duan që ti të ndihmosh veten tënde, të kënaqesh me veten tënde, të udhëheqësh veten tënde dhe të gëzosh, sepse jeni të dy këtu që kërkoni të njëjtën frymëzim, të njëjtin gëzim. Ëngjëjt këtë moment është hera e fundit, ose më saktë tregojnë kur ishte hera e fundit që ti je argëtuar. Je argëtuar në mënyrën më të mirë për ty. Kur ëngjëjt, sepse këtu shikoj që ëngjëjt janë vonuar për momentin dhe nuk e kema atë luks argëtimi, nuk e kema atë luks që ke pasur me atë person, sepse ti mendon ashtu. Okej, ti mendon ashtu. Aktivitetet shikojnë që mund të ndjekësh në të ardhmen janë pa pagesë, por duhet të eksplorosh më shumë natyrën, të ecësh përpara, të japësh vetes një bashkim sportiv ose të ecësh duke bërë 2-3 shoqe dhe të investosh kohën tënde, të gjesh energjinë dhe humorin tënd. Pse? Sepse këtu më tregojnë që ti nuk e di pse më mbyt diçka, por energjia si duket. Më tregon që jeta me atë mashkull ka qenë një lojë nga ana e tij që ka marrë atë çka ka dashur, argëtimin ka marrë ai mashkull. Ktu shikoj që ti duhet e ke falur atë person dhe ke nxjerr mësimin tënd. Shikoj, je duke qarë këtë moment, duke qarë më falni, duke qarë dhe je duke çliruar veten tënde tek të tjerët, duke dal komplet ato që ke mbajtur brenda vetes tënde. Është një moment që ëngjëjt romantik nga sipër duken këtu dhe të sjellin një letër duke të udhëzuar ty se çfarë duhet të bësh në të ardhmen. Dhe kjo letër të tregon që zemra jote këtë moment duhet të marrë lumturinë që ti ke dashur në të vërtetë, po jo të biesh përsëri pre e gënjeshtrave të atij personi. Kuptoni? Jo të bini pre gënjeshtrave të atij personi, sepse shikojmë që zemra juaj e kërkon këtë energji, më falni. Gjithsesi, ti je mbrojtur, sepse ke një mashkull në krah, je mbrojtur, shikoj që ky mashkull kërkon të kalosh ti këto pengesa dhe të lejon që të dashurosh atë mashkull, sepse dashuria në jetën tënde të tregon që, ose më saktë, ti duhet të shërosh të kaluarën tënde, të vazhdosh të krijosh përsëri jetën që ti ose të treqesh në jetën tënde njerëz të rinj, të treqesh njerëz që kanë marrëdhënie të forta me njerëzit. Ktu shikoj që ti ke një model shumë të bukur, por nëse thërret ëngjëjt dhe sepse ti ndihesh në faj, nuk ke falur veten që dhe thua gjithmonë unë dua një marrëdhënie që mos jetë toksike. Në të vërtetë marrëdhëniet tënde ka qenë toksike. Ti do një person që mos ndihet i zemëruar, të mos ndihet në faj, por në të vërtetë ti duhet të falësh veten, sepse nuk fal dot veten. Dhe thërrit ëngjëjt, këtë të them që thërrit ëngjëjt dhe çliroj veten tënde, shëro veten tënde dhe largo personat që nuk të duan, sepse ti këtë moment duhet të ndjesh dashurinë. Ti asnjëherë nuk e marr dashurinë e vërtet. Okej, asnjëherë s'ke marr dashurinë e vërtet. Nuk është e mjaftueshme të tërheqësh një person që nuk ke kimi me ta. Dhe kjo nuk quhet marrëdhënie. Tani e tutje, unë shikoj që ti je duke sjell ëngjëjt e romancës me dhëmsuri dhe duke gjetur përgjigje sa më shumë brenda teje, sepse personi në të cilën ti do duhet jetë i pashëm, duhet të jetë tërheqës, duhet të keni të dy një tërheqje reciproke, të keni të dy të njëjtin pasion dhe jeni të dy që kërkoni të njëjtin gjë. Hiqe këtë nga jeta, nuk vlen. Ai person që nuk shijon jetën, ai është i çekulibruar dhe shikoj që ke një mungesë, okay? Ke një mungesë të kimisë me atë person. Ju të dy mund të ndani të njëjtën dashuri, por kjo dashuri është e vërtetë ama me këtë personin e ri që po vjen, sepse në vetvete ky person i ri është një marrëdhënie afatgjatë, se këtë më tregon që ti kërkon një marrëdhënie afatgjatë dhe kjo letër nuk erdhi kot këtu për të ndihmuar mua si duhet të flas me ju, por erdhi për të na treguar që ne duhet të ndajmë dashurinë që kemi në vetvete dhe të kemi një marrëdhënie afatgjatë. Uroj që të më kuptoni me këtë gjë, sepse ju këtë moment e ndjeni. Çdo marrëdhënie ka strategjinë e vet. Çdo marrëdhënie vjen pak e përzier, por duhet kontrolloni plotësisht atë që u tërheq, u bën të lumtur, u bën të drejtoni
atë që ju doni. Ndonjëherë përvojat janë të dhimbshme, por ju duhet të tërhiqeni drejt marrëdhënies së fortë, të shëndetshme dhe jo të krijoni situata të ndryshme, sepse këtu me këtë letër shikoj që duhet të merrni frymëlirisht. Lëre veten, sepse je një person origjinal, je një person që kërkon ëngjëjt të martojnë në ty dhe të kesh një vlerësim për veten tënde. Tërheqja është reciproke si ti dhe ai. Thjesht ti duhet të lirosh veten. E ndjen veten sikur je në burg, e ndjen veten sikur ka ikur kontrolli, e ndjen veten sikur se marr dot veten më përpara, por me këtë letër shikojmë që një brishi këtu na tregon që ka një imazh të fortë në jetën tuaj, por ndihet i bllokuar për momentin. Dhe shikoj që ti ndoshta e ke hequr dorë nga diçka në të shkuarën ose ndaj një personi dhe ai person e ndjen veten të mbytur në rrugën tuaj. Kjo marrëdhënie duhet të përshtatet me ju. Të ndjeni diçka të fortë. Është një mesazh shumë i fortë ky kali një brirësh. Okej? Pse? Se ju mund ta pyesni veten, pse e ndjej veten të bllokuar, pse ndjej veten si në burg, pse ndjej veten të kufizuar, dhe ti bësh thirrje vetes tënde për emocione të thella. Duhet të veprosh, të hasësh rrugë të reja, fushat të rrugës së jetës, pavarësisht se ato nuk e kanë atë kënaqësinë e dur, e ndjeve pa kënaqësinë, por thjesht duhet të pranosh që ti këtë moment duhet t'japësh dritë. Pse? Se një brishi, po ta shikoni në çdo film, pavarësisht se janë imagjinata, por në të vërtetë lëshon një dritë atje. Okej? Lëshon një dritë. Duhet të angazhohesh dhe të marrësh kontrollin e jetës tënde, mos rish duke menduar që ai nuk ka këtë, nuk ka atë. Në të vërtetë shikoni kapacitetin tuaj një në radhë të parë, sepse duhet të doni veten, pastaj partnerin tuaj, sepse keni pasur përvojat shumë të mëdha, e keni kufizuar këto përvoja dhe tani merrni ato përgjigje që ju u tregojmë. Prandaj, kjo letër vjen me ëngjëjt e romancës, sepse ata të dy lidhen shumë fort me njëri tjetrin. Prandaj, liroje ishin tënd, po a them dhe një herë, lironi ishat. Lironi ishat. Duhet ta lirosh ishin. Jo të më lexosh mua mesazhe, se ka ardhur koha për të pastruar energjinë, për të tërhequr dashurinë në jetën tuaj, të përmirësoni dashurinë, të më lirosh emocionet negative dhe energjitë me ish të dashurin tuaj. Okej? Duhet ta gjeni një rrugë, duhet ta gjeni një destinacion, sepse përfitimet janë duke u rritur lumturinë tuaj, duke ndjerë veten të lirë dhe më falni që po them ish dashnori juaj, sepse kjo letër kështu tregon. Okej, ish thot, ish të dashurin po e them unë, se dashnor, në fakt në letër është ish dashnori. Por unë do t'ua them ish dashuri juaj, nuk ua jep më atë përfshirjen e asaj lumturie që ti do. Por ti e ndjen praninë e ishit tënd dhe në ambientet e tua, në jetën tuaj, sepse je në atë momentin që merr vendimet, por nga që ke hequr dorë nga e kaluara dhe shikoj që ndonjëherë është e ngjashme me shtresa. Me shtresa ajo çfarë ti ke bërë dhe një shtresë, dy shtresa, tre shtresa, por duhet të vazhdosh ta lirosh personin e së shkuarës. Kaq po them, lironi ishin tuaj këtu, lirojeni ishin tuaj dhe jepi vetes tënde atë që dëshiron në të vërtetë. Digje, shkruaj në një letër dhe digje. Okej? Digje. Sepse kjo është një marrëdhënie e vjetër, nuk të vlen më. Lëri ndjenjat e vjetra dhe bëu me ëngjit e tu romantik dhe pastroje rrugën tënde. Vendos parametra në jetë, sepse parametrat janë të dikujt që nuk vjen më në jetën tënde. Por, në fillim dhe letra e fundit, duhet të duash veten në radhë të parë. Respekti për veten të bën të jesh romantik dhe i zgjuar. Por nëse ti dëshiron më shumë romancë, duhet të shikosh më përpara veten tënde, të kujdesesh për veten tënde dhe jo ta kritikosh veten tënde. Sigurisht që
nëse ti e do atë X-in tënd, është një aftësi e jote që ti kërkon të rish peng tek ai personi së shkuarës dhe këtu shikoj që ti këtë moment duhet të ndjesh dashuri nga të tjerët. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që të kujdesesh më shumë për veten tënde dhe të bësh atë që të bën ty të lumtur. Mos u shqetëso se je në rrugën e dur, por duhet të kesh kufinj. Në këtë dashuri, ndoshta do të dalë në skenë dikush që do të thotë që unë jam në një lidhje, por më pëlqen dhe ti. Dhe je ti, nëse ti je një femër e zgjuar në fund të fundit, ai person do vi te ty në rrugën e dashurisë, sepse ai kërkon një femër si puna jote. Dhe është i tërhequr nga energjia jote, sepse kjo energji është duke shëruar zemrën tënde në këtë moment, por dhe zemrën e atij. Prandaj, për shembull, të jesh i pavarur në këtë dashuri, të duhet shumë durim. Kur ti ke duruar X-in tënd që të ka bërë një mjenjë të zeza dhe ky person i ri të jep vetëm dashuri dhe mësime të reja në dashuri, po kjo le të na jep që ti duhet të duash veten së pari, të përgatitesh për marrëdhënien që po të vjen në të ardhmen dhe të shërosh veten tënde aty ku ndodhesh. Ndërsa fillon dhe fiton respektin për veten tënde, të fillosh të tërheqësh më shumë njerëz në rrugën tuaj, por duhet të çosh këtë marrëdhënie. Sammy Trapaja, WhatsApp video. Duhet ta çosh këtë marrëdhënie në miqësi në fillim, jo më njëherë në romancë, në miqësi në fillim, pastaj në romancë. Respekti duhet jetë i njëjtë për të dy. Ju uroj në të një dëgjim të këndshëm kudo që jeni. Parashikimisht i përgjithshëm dhe uroj që të largoni të vjetrën dhe të merrni diçka të re nga jeta juaj. Shikim të këndshëm dhe nesër me video të tjetër të re.